Nga ata njerëz është shpall pavarësia, nga ata njerëz është bombardue Serbia, nga ata njerëz domethënë kemi posti të shembulltyr për leadership e për gjithçka tjetër, ndërsa rrymat në ato shtete na kanë mohue ose na kanë fyer profetin ton që se kanë qenë pedofil. As Bill Clinton, as Tony Blair, as rrymat në ato shtete nuk ta kanë fyer profetin, në fakt profetin e juaj, Muhammedin e Bagdadit, ju e keni fyer me lloj-lloj shpifje, duke besuar te librat e Buhariut dhe Muslimit. Në Kur'an nuk lejohet martesa me të mitura, pa arritur pjekurinë e plot të udhëzimit rrësht, për ju e rekomandoni gjithashtu nuk lejohet poligamia, martesa me 2, 3 e 4 gra me një kuror, por ju e rekomandoni. Muhammedi i Kur'anit dhe i Medinës nuk ka kurfar lidhje me Muhammedin e Buhariut, Muslimit dhe të Bagdadit.